Zekaj dhe Shatri në rolling, lëvizje shumë e mirë me qësi ndalet. Pasimi përsëri jashtë e perimetri. Enes Gashi se radhe shënon. Të rezultatin 17-12 e shja dytë për Kerasan pas asaj të realizuar nga kapiteni Zekaj. E pump fake. Provon depërtimin dhe Zekaj. Provon vetë një shënim fantastik. Po që ende në tentimet e sotme nuk ka shënuar. Kastrati në sekundë dhe fundit në Shatri. Eurostep fantastik. Venis Haliti. Në anën tjetër këndër përgjigje Ristogu. Në anën tjetër mirë Gashi i lirë Mendi. Në balo. Heziton të gjuaj. E pon këtë Shatri. Ekaj. Një finger roll fantastik. Provot treshja. Tjetër shënim. Otjan Shatri. Provon e rëkes Shatri për tre. Realizon në start. Rëkes Shatri. E nis perfekt qërek të tre. Kastrati. Nuk e qëllan, po. Më gënjeshtron topi. Shumë e mirë krasovër nga Aliu. Super blokat. Super blokadën ne kemi edhe njerë në nxerimin e gadalsuar. Të kësa vjetë edhe i fundit. Aliu, aksioni për Ristogu. Aksioni dytë kë, pas ribandit ofenziv, Gashi, tjetër treshe. Që po shkëqen në këtë qerek. Kastrati, i lirë për tre. A shfrytëzon mundësin. Edhe njerë treshja. Realizon për tre. Edhe Besini futet në mesin e dy lotarëve. Humbe kuilibrin. Dhe Aliu i vetëm për ta mbytur aksionin. Ka buar e pasim. Mendi. Provon për tre. Otjan Shatri. Pa fat. Realizon shansin tjetër. Shatri. Gjuan. Sharon. Otjan Shatri. I lirë tenton për tre. Nuk realizon. Provon Otjan Shatri. Provon nga distanca. Edhe Majara i që realizon. Përfundimtar të kësaj sfide, njëshën e 11-60 triumfon skuadra e Ristogut për të kaluar në gjysmëfinalet të Kupës së Kosovës në ligën e parë. Duke u bashkuar kështu Proton Cable Prishtinit si dy gjysmëfinalistët e konfirmuar deri më tani.